Mal Gjallicës. Pse? Arsye? Për festën 28-29 nëntorit. Do në festu atje në Gjallicës? Po, do e festojmë atje të kallë. Sa makinat shumë? Jena 20-30 gjipa. Kanë orë këtë shumë për Anglijë. Edhe nga Anglia ka? Po, kanë orë gjithë. Shkoni shpesh Gjallica? Shkojmë çdo diele kur kena kohë të mbledh në gjithë shumë. Dalim këtë me gjipa. Për festrada me kalu kohë. Ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar 28-29 nëntorin, edhe këto jene këto, edhe ata që s'janë këto. Po me zemër janë kretë këto. Po me gjipa se kuaj s'kena, se atëherë kanë pas dalë me kuaj të vjetrit, po tash na kena gjipa, kena përparu. Edhe gëzuar kretë. Na bina nga kolesioni Laki Dordhës të reparti edhe përpjet për Krotkuq. Në arë për Tirane, me shok, mu mbledh të bina mbledh me gjipa kena organizu, me përmëvu bjesht e Kuksit, e pse jem me festu edhe festën e Flamurit. Uroj gjithë shqiptarëve, gëzuar festën e Flamurit. Bravo. As you heard